Jeni shumë e fortë, zonja Ademi. Faleminderit. Dhe durimi është një ndër virtytet që një familjar i cili pret përgjigje duhet ta ketë, apo jo? Po, besoj që secili duhet me marrë qëtë përgjigje, edhe derisa të gjindet i fundit që është i zhdukun, do të punoj edhe në drejtim, këto puna jeme nuk do të përfundon këtu edhe pse kom gjetë vëllain tim. Do të vazhdoj. Do të kontaktohoj me familjar, do të kontaktoj me komisionin qeveritar, me qeveri, me krejt, që duhet me ngritë zërin për familjartë cilve ju mungojnë familjartë atyne, që na të bëjnë atë trusnin qeverin tonë, që qeveria ju të bëjnë trusnin të ndërkombëtarët. E ndërkombëtarët e din ku e kanë venin nëse dojnë. Nëse ata dojnë, gjithë shka zbulohet. Nëse ata në lejnë, ata janë që neve për në lojnë ka që gjatë, nëngth me jetu. Ju e shini me këto fjalit e fundit që po i thoni, e shini që bashkia ndërkombëtare duhet bëjmë shumë presion ndaj Serbisë dhe jeni i bindur se Serbia i ditë të gjithë se ku ndodhen. Ata i kanë krejt regjistrume, krejt i kanë shënume. Me emna, me mbi emna. Ata çdo herë kur dikush ka bo një krim, një masakër, ata i kanë gradu sërbët e vetë, që për shembull kam rri me myt 23 vetë për një herë, a ju gradu aty. Masandej flitet që ata i kanë marrë ushtria e rregullt e Serbisë. Do më thonë që atje shumë mirë u dit kush u ka qenë komandant edhe i policisë, edhe i ushtrisë në atë pjesë. Po fatkeqësisht që ti mundesh me ja ditë edhe emrin, edhe këta dy sërbë tash që i kanë arrestuar, nëse si kish paraqit dikush që kanë marrë pjesë në atë masakër, s'kishe mujt, ata edhe pse janë banorë të zubi potokut, po mirë ata ikin edhe shkojnë në Serbi, se Serbia kriminalët për imbron. Për imbron, dhe me thonë, për ata si kanë hinë Kosovë, policia joni ka arrestu.